Finalizohet operacioni policor Tabakino, goditen 2 raste të shpërndarjes së drogës dhe tregtisë së palishme të malrave të dyshuara si të kontrabanduara. Sekuestrohen 10 dozë kokaine, kanabisi dhe paketa cigaresh pa pull fiskale. Kishin përshtatur subjektet e tyre tregtare për fshehjen dhe shitjen e dozave të kokainës dhe kanabisit, vjen në pranga 3 shtetas. Seksioni për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve dhe tregtisë së palishme të malrave të dyshuara si të kontrabanduara, organizoi dhe finalizoi operacionin policor të koduar Tabakino, në kuadër të cilit u arrestuan në flagrancë një 40 vjeçar, një 44 vjeçar dhe një 39 vjeçar të 3 banues në Vlorë. Arrestimi i tyre u bë pasi gjatë kontrollit në 2 subjekte tregtare të llojit Tabakino në qytetin e Vlorës, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 10 doza me lënë narkotike të dyshuara si kokainë dhe kanabis, si dhe një sasi paketar cigaresh pa pull fiskale të Ministrisë së Financave, të dyshuara si të kontrabanduara. Materialet procedurale u referuan në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.